Sonte jemi këtu, o këtu në Gramshë, dhe si që shihni, ky vend është lënë totalisht në haresa. Si është vendorë për 30 vjetë, do me thënë hiq vetëm ato vitet kur ka qenë Sala në pushtet, do me thënë nga 2005 dhe në 2013, se atyre është vendorë për pasaj këta ja hoqen dorën, to 12 vjetë. Aha, është i shëshini, do me thënë këtu është si në mesjet. Ja po ta shikosh aty pell, gushka e gjera e, po që këto do marrojnë sa të bëjmë unë deputet edhe marroj. Nise, të flasim pak edhe me qytetarët e zonës. Atyre Xhaxha Leader, në datën 11 maj, në qoftë se doni të keni ndryshim, do me thënë, ju e dini vetë. Pa qysh e s'dum. Kur të vini aty në kutje e votimi që të votoni, do me thënë, Pa. aty do shikoni Armaldo Klogjerin. Jo, ne japim Luizit votën. Ore, Xhaxhi, ore, ka marruar Big Brotheri be. A? Jo Luizi, çfarë thua Luizi? Se Big Brother. Do jepni PDS bre, do të thënë PDS dhe Armaldo Klogjeri që jam unë. Sam se ishe Big Brother. Po jo bre, çfarë Big Brother? Ka marruar Big Brotheri ka 2 vjet, 3 vjet, sa më bën. Mirë. Nëse, gjithsesi në 11 maj mos harroni, nëse doni të keni ndryshime. Pa. Për mirë do me thënë, që të vjet drejtësia në vend, të asfaltojmë atë rrugët ose njerëz jeni e ju, e ke parasysh se nuk ka shumë, kështu që mos harroni Armaldo Klogjerin. Mirë. Edhe ashtu, pastaj po. Mirë se i them unë.